Politika është angazhim në shërbim të publikut, kur ti beson në një kauzë, në një çështje apo në një program të caktuar. Unë vazhdoj të besoj natyrisht se programi më i mirë është ai i LDK-s. Megjithatë, këto kohëve të fundit dhe sidomos këto zgjedhje nuk po më duket që janë për program, janë thjesht për pozicione dhe për emra, prandaj ndoshta kësaj here ka kuptim edhe pyetja kush janë emrat në për lista, sepse edhe gara po bëhet për atë punë. Pra, në gjatë kësaj fushate duhet dim nga partitë politike cili do jetë qëndrimi tyre pas tyre në zgjedhjeve dhe kush do të jenë barësit e institucioneve në këtë rast. Kënd do ta mbështesin si president, për kryeministër besoj që ata që do e marrin shumicën parlamentare do ta kenë po menoj, nëse prap nuk kemi ndonjë ngërshtëri. Kështu që po, çështja e emrave është rëndësishme kësaj here. Por, pa dashur të tingëlloj as hipokrite asgjë, por kam në dukjen time të parë, për shkak se shumicën e emrave nuk i kam njoft, kjo nuk do të thotë që ata janë më të këqij, mund të jenë shumë më të mirë, mund të jenë njohur për komunitetin për ngavin, por tek shumica e partive, tek paktën këto katra që janë më të mëdha, se këto të vogla zjas kush janë duke garu, kishte më shumë emra të panjohur, të rinj, por edhe të panjohur. A është jo diçka pozitive a negative? Mund të shohim, mund të diskutojmë, mund të jetë edhe pozitive, por unë mendoj se kësaj here partitë kanë pas më vështirë për të joshur njerëz, për të hyrë në lista, ka dhe emrat e atil që kanë qenë një kohë gjatë në politikë aktivisht, madje edhe kanë qenë pjesë e kuvendit dhe kësaj here nuk i kemi në lista me vullnetin e tyre. Pra jo pse nuk i është ofruar atyre mundësia, por nuk kanë dashur të jenë në lista, arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet. Pra ka emra të ri, por këta emrat të ri njëkohësisht janë edhe emrat të disa prej tyre janë emrat panjohur. Ajo që ka ndodhur në këto zgjedhje siç ndodh rëndom, njerëz nga jeta publike kryesisht analista politik, shumë e pak, ndoshta nuk din ndonjë aktivist shoqëri civile nëse është kyçur, në të kaluar ka pas më shumë aktivist. Do t'i shohim pastaj, por ka disa emra që domethënë vetëm emrat të njohur janë ata që kanë qenë nëpër studio televizive kryesisht si analistë. Na thuaj kështu, kur përpilohen listat, a kanë prioritet ata që veç ishin listat e kaluara, duhet ta imponosh veten aty, duhet ta shpresh interesimin, si shkon kjo çështja? Unë asnjëherë s'kam kërkuar numër, kështu që nga përvoja personale nuk di ç'a them, sepse siç thash për mua nuk ka që pikërisht nga përvoja personale mund na sjellësh. Ajo çka unë mendoj partitë e mendojnë ose duhet ta mendonin është e para duhet jepet hapësirë megjithatë njerëzve të ri, sepse ata duke mos qenë të njohur për publikun në kuptimin politik e kanë më të vështirë ndoshta të përtojnë, prandaj unë gjithmonë kam qenë idhëtare që njerëzit që vinë dhe angazhohen për herë të parë në politikë, jo në subjekt, në një subjekt tjetër, por në politik, ty jepet më shumë hapësirë për t'i njohur publiku. Kurse ata që më gjatë kanë më shumë se 3, 4, 5 mandate, unë mendoj se duhet të spostohen pak më poshtë. Por, sidomos në këto partitë që ne i quajmë të vjetra tradicionale, çka kemi pa deri me tani se është renditja bëhet në bazë ose numri në listë në një farë mënyrë e përcakton edhe peshën që ti ke brenda subjektit. Dhe kjo pastaj e bën më të diskutueshëm. Ka njerëz që e shohin shumë të rëndësishëm numrin se ku janë dhe duan të rënditen sa më lart, sepse kështu e vlerësojnë se kanë më shumë peshë brenda partisë dhe rrjedhimisht edhe tek elektorati. Ka të tillë që kanë një elektorat të vetin stabil dhe kudo që çfarëdo numri ata duan vetëm numra që mbahen mend lehtë, por nuk zgjedhin a janë në krye të listës apo ka fundi listës. Për shembull, 2 që po mbien ndërmend, që i di çdo herë presjan ose 3, që presjan politik i kanë numrat e njëjtë, janë ta zom LDK është Armend Zemaj, gjithmonë e ka numrin e njëjtë, në AK është Daud Haradinaj, gjithmonë e ka numrin e njëjtë, edhe në PDK është Bekim, ta gjithmonë presjan politik i kanë numrat e njëjtë dhe kush do me i votu javdi numra, domethënë asnjëherë nuk i ndrojë. Listën e vetëvendosjes, shi dhe imamin shihet që përpjekja e lëvizjes vetëvendosje për ta mbajtur këtë stabilitet që e ka me vota. Domethënë 51% nuk janë pak, janë shumë.
nuk synon zoti Kurti për më tepër, sepse ka një lodhje edhe në popull për çka, dhe politikisht partia fillon dhe pëson një konsum për gjatë viteve të pushtetit, I ka 6 vjet në mandatin e parë, edhe tani me këto zgjedhje, kështu që ka një farë konsum, një lloj lodhje prej vetëvendosjes politikisht. Lodhje nga pushteti I tepërt, thoni? I popullit në raport. Lodhje e popullit nga pushteti vetëvendosjes. Në anën tjetër, sigurisht që zoti Kurti njihet për flirtimet e tij me të gjitha shtresat e shoqërisë, sepse është edhe pjesë e ideologjisë një të majte që gati është një majte ekstreme në gjykimin tim, dhe ai do të përpiqet I sjellë gjithë në tavolinë në momentet e para të marrjes së votave. Kemi aty shoh edhe zotin Afni Dehari ka qenë dhe më përpara, po ajo që plus më bën përshtypje dhe jam pak si thosh e indinjuar është që në të listë ka dhe njerëz që kanë probleme me ligjin. Edhe ish ministre që është me akuzë nga prokuroria, pra zoti Kurti nuk ishte problematike këto gjëra, ashtu sikurse nuk është edhe problematike nëse mund të konsiderohej pasja ose përfshirja një imami në politikë. Pra po lun me islamin politik. Me gjithë respektin për zotin Musliu, sepse unë e njoh edhe personalisht dhe kam respekt për të si imam, si një njerë që ka pas një rol caktuar, sidomos gjatë luftës me rastin e familjes Jashari, pastaj të drejtën nuk mund t'ja mohoj edhe pjesën që ka qenë një ndër imame ndoshta më të zëshëm kundër Islamit radikal, që ndoshta shpeshherë ka pas le të themi edhe konfrontime me vetë bashkësinë islame për shkak të këtyre rrymave, po në anën tjetër ai ka patur edhe për leshje fizike realisht. Pyetja është çfarë problemi është ka do me mbri lëvizave vendose zoti Kurti me zotin Muslim. Krejt legjitime të ketë ambicie politike ai si individ, por partia pse e përfshin një imam në lista, cili është interesi I partisë? Veç votat mimoza, sepse s'ka arsye tjetër. Në moment që do të vijë kodi civil, unë më imagjinu cili do të jetë qëndrimi I zotit Muslim. Domethënë nuk kem nevojë as me vënë dyshim atë pjesë. Pse gjenti problematike që në të njëjtën listë jenë një imam dhe një kandidate që është feministe, është luftëtare e drejtave të njeriut, përfshirë edhe drejtat e komuniteteve, si LGBT, e komuniteteve të segreguara, e tjere, sepse zonja Tërshani nuk e ka ngritë zërin vetëm për LGBT, por edhe për kundërdhunës familje, kundërdhunës ndaj minorenve. Pse gjeni problematike tjenë në një listë bashkë? Nuk e shoh shumë problematike në vetvete të këta dy njerëz në një listë, sepse në fund ditës është e drejtë se cilit me garu, me fitu votën, me fitu ulsën kuvend, nuk jo masun as askush ai që duhet ta mohoj një gjë të tillë, por unë po nisim nga ajo që pak a shumë me përmendet, për ta zom kur vjen çështja të kodit civil. Ne e dim cili do të jetë qëndrimi I zonjës Tërshani dhe cili do të jetë qëndrimi I zotit Musliu, sidomos kur bëhet fjalë për çështjen e martesave ndërmjet gjinit. Njëri abstenon nga seanca dhe zgjidhet problemi. Çështja tjetër që shumë shkurt vetëm vullneti I partisë, ndoshta Nuk e shoh si problem, po unë e shoh si problem më shumë të mënyrës së shfrytëzimit të këtyre individëve nga ana e partisë thjesht për të fituar numër më të madh votave. Mendoj që nëse e sheni historikisht në Kosovë, çdo parti fituese e zgjedhjeve ka pas një përbërje tillë të listave. Mos të harrojmë që edhe në PDK aktualisht e ke një grup konservativ fetar, edhe në LDK e ke një grup konservativ fetar, dhe kjo është shumë e thjesht tendencë për rritje të votës ose mbajtje të votës. Sidomos nëse marrim për bazë, prej nga vjen zoti Musliu, vjen nga një komunë ku partitë tjera kanë pas shumë problematik të deportojnë, sidomos lëvizjeve vendosje. Kështu që unë mendoj që është thjesht një strategji e menduar mirë ndoshta prej tyre. Mirë, po unë mendoj që nuk është lajm I mirë. Unë mendoj që shërbysit fetar duhet të shërbejnë publikut, jo partive. Pa marrë parasysh a është hoxha, është prift, a çka është. Mendoj që nuk duhet nuk duhet të jenë shërbysit fetar pjesëtar në zgjedhje, dhe e dyta duhet të shërbejnë të gjithë komunitetit. Tash është një pyetje shumë e thjeshtë që mund t'i shtrohet zotit Musliu, a do të vijë në xhamin e juaj tash edhe votuesi PDK-s apo ardhja në xhamin e juaj do të identifikohet me lëvizjen vendosje. Do thotë to janë ato gjëra shumë praktike. Realisht mendoj që ai do duhet të heqte dorë nga petku fetar nëse arrin ta fitojë një ulse në kuvend. Se nuk mendoj që shkojnë këto dy janë asnjë variant.
Mendoj që ai do duhej patjetër, në moment që ai e fiton Ulsen në kuvend, do duhej mënyrë publike, deklarative, thotë që për aq kohë sa unë do të jem këtu, unë heq dorë nga detyra e mos vazhdoj ta menaxhoj xhamin të cilin e kanë menaxhim. Edhe ajo mund të jetë një opcion, mirë po mendoj që prap zgjidhja më e mirë është që njerëzit e fesë të qëndrojnë. Mos përzihen, absolutisht, po them në këtë rast. Fakti që ju thatë sepse Zotëria është shumë i famshëm në Kosovë, pasi që ka qenë shumë aktiv, edhe ne presim që edhe udhëhecit fetar edhe shërbisit fetar të jenë aktiv, mirë po në rolin e tyre. Jo detyrimisht këta duhet të bëhen deputet. Këta e kanë rolin e tyre që nuk përzihet me politikën ose me qeverisjen. Një person, si që ta Shqipja që në fillim, duhet të ketë bindje dhe të ketë një qëllim pësë është aty. A besoni që këta njerëz që janë konservativ, religioz, kanë një qëllim pëse janë në kuvendin e Kosovës. Dhe shtyn për para ideologjitë e tyre religioze konservative. Mendoj që se cili i ka qëndrimit. Kjo a është për të shqetësuar apo jo? Për ne si shoqëri? Deri tash nuk ka prodhu ndonjë gjë të rrezikshme nëse po aludoni aty. Ajo që është fakt është që po flasim për një person që është shumë i famshëm, jo vetëm në Drenas, për në tërë Kosovën, për aktivizmin e tij. Është shumë mediatik. Po ashtu e dim që një kohë gjatë është për krahas publik i lëvizjes vendosje, kështu që nuk ka pas ndonjë ndryshim për ta.